A mund të tregoj thatësia e lëkurës një mungesë të vitaminave apo sëmundjeve autoimune? Mund të tregoj mungesë kryesisht të sëmundjeve imunodeficitare, mund të tregoj mangësi në ushqyerje, mungesa e elasticitetit dhe e lëmshmërisë së lëkurës në radhë të parë tregon mungesë të pirjes së ujit, të marrjes së ujit në sasinë e duhur që rekomandohet, mungesën e marrjes së vitaminave dhe të mineraleve, sepse vitaminat janë ato që ja japin bukurinë, i japin shkëlqimin, po dhe atë butësinë lëkurës, glow-n e saj, ndërsa të gjitha mineralet ndikojnë shumë mirë që lëkura të ruaj osmozën, të ruaj ujin në qelizat e saj dhe të mos lejoj largimin nga qelizat dhe tharjen edhe në mënyrë të dukshme nga një herë, siç ndodh për shembull në stinën e verës, ku lëkura mund të thahet, lëkura e trupit në përgjithësi, ndërsa lëkura e fytyrës, aty ku ne kujdesemi më shumë dhe vëmë më shumë kremra, në fakt e ndjen më pak se sa trupi. Ose ajo që është ekspozuar gjatë gjithë kohës në ambientin e jashtëm, por me qenë se kujdesemi rregullisht për të, në të mund të mos të duket kaq shumë thatësia ose humbja e elasticitetit, saq mund duket për shembull në pjesë të tjera të zbuluara në periudhën e verës, kur edhe mund të vihet re eksfolimi i lëkurës ose lëkura si krunde, themin edhe që mblidhet kur provojmë turgorin e lëkurës.